Parlamenti i Shqipërisë organizoi sot konferencën e titulluar 30 vite partneritet dhe progres, Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komuniteti i Venecias, ku diskutuan mbi rolin e institucioneve europiane në reformën e drejtësisë dhe proceset zgjedhore në vend. Kryeministri Edi Rama e vlerësoi Komisionin e Venecias si një autoritet i cili ndihmoi Shqipërinë të ketë bustullën në drejtimin e duhur dhe një partner të pazëvendësueshëm që do të vijojë të jetë pikë referimi. Pa Komisionin e Venecias dhe kontributin e tij do të kishte qenë e pamundur që Shqipëria të ndërmerrte procesin e vettingut, një proces kyç për reformën në drejtësi, një proces që e them me plot gojën sot se nuk është kryer me të njëjtën thellësi në asnjë vend që ngjashëm është përpjekur ta kryejë atë proces, dhe një proces që deri në momentin e opinionit të Komisionit Venecias kishte edhe jo pak kundërshti edhe në rrethet profesionale ndërkombëtare. Nga ana e tij, kryetari i Kuvendit Niko Pelishi e konsideroi Këshillin e Evropës një partner kyç dhe Komisionin e Venecias si një referencë profesionale dhe të pamshme. Ai nënvizoi se Kuvendi është i gatshëm të kërkojë sërish asistencën e këtij komisioni për propozimet që do dalin nga reforma e zgjedhore, duke respektuar standardet e ekspertizës ndërkombëtare dhe pavarësinë e vlerësimeve. Kuvendi i Shqipërisë ka ngritur tashmë një komision të posaçëm për reformën zgjedhore. Ky është një proces që kërkon seriozitet dhe gjithëpërfshirje. Në këtë kuadër, në përputhje me traditën e mirë të bashkëpunimit, ne do të mbajmë parasysh dhe konsultojmë dhe opinionet të Komisionit Venecias për propozimet që do të dalin nga ky komision. Ne besojmë se vetëm nëpërmjet një procesi të hapur, të mbështetur në standarde dhe ekspertizë të pavarur, mund të arrihet një reformë që forcon besimin publik në zgjedhje dhe demokraci. Pelishi shtoi se proceset e hapura të mbështetura në ekspertizë dhe standarde ndërkombëtare janë mënyra e vetme për të ndërtuar një reformë që forcon besimin publik dhe demokracinë. Ai theksoi rëndësinë e dialogut dhe konsultimeve të vazhdueshme që sipas tij sigurojnë legitimitetin e çdo ndryshimi ligjor dhe politik në vend. Në përfundim të konferencës, u riafirmua gatishmëria e Parlamentit shqiptar për të vijuar bashkëpunimin me institucione europiane dhe për të ndjekur rrugën e reformave të qëndrueshme dhe të thella në drejtësi dhe sistem zgjedhor.